Mirëmëngjes, jemi përsëri së bashku për të ndarë informacionet e këtij mëngjesi. Si gjithmonë në fillim, nëpërmjet disa prej gazetave dhe portaleve online dhe më pas me zëra qytetarësh në telefonin tonë të përbashkët 045 620 601, kemi mundësinë të sjellim këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Gazeta Panorama sjell tituj të vendimi i qeverisë: rritja brenda tetorit, sa do të jetë shtesa për pensionet, indeksimi me 2.5%. Mbi 721.000 pensionistë në të gjithë vendit do të përfitojnë nga një rritje e pensioneve, e cila hyn në fuqi në muajin tetor. Indeksimi i miratuar me vendim qeverie është zbardhur në fletoren zyrtare dhe është përllogaritur në masën 2.5%, duke reflektuar normën e inflacionit të përllogaritur nga Instituti i Statistikave Instat për vitin e kaluar. Por sa do të jetë shtesa mesatare në pensionet urbane dhe rurale. Nga kodi i ri penal te barazia gjinore, 19 projekt ligje në kuvend, denoncimi i opozitës. Berisha: Shqipëria është shndruar në parajsën e larjes së parave. Betejë ligjore në gjykat, agjencia Birn, Veliaj ngrin planet e qeverisë për zgjedhjet e reja në Tiranë. Argumentet: qeveria njoftoi Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për vendimin, nuk priti afatin e ankimimit. Presidenca: nuk kemi njoftim për vakancën në bashki. Autori në kërkim, konflikti për dritat e makinës, zbardhet vrasja e biznesmenit italian. Legalizimet, lista me 426 qytetarët që pajisen me leje. Një opinion nga Ben Andoni mban titullin Ekstaza kolektive. Nga Adri Nurellari: jo mburje, por mburoj, nevoja e glorifikimit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Nga Ovil Zajmi: e para enciklopedi e sportit. Krimtaria, Bardyl Londo, poeti që nuk u rreshtua në kohë, por u shfaq përtej saj. Ngjarja pas konferencës së Pezës, Mustafaj u vrat rradhtisht. Akuzat e motrës së Gjenishit, çfarë bisedoi ai me Bab Muslimin para vrasjes më 1944, janë titujt në faqen e parë të gazetës Panorama. Gazeta Telegraf: kujtesa dhe historia post-totalitare përballë politikave të birrarive. Ky është titulli një speciale nga profesor Gjergj Sinani. Shoqëritë post-totalitare favorizojnë daljen e sharlatanëve, jo vetëm në politik, por edhe në fushat e tjera të dijes dhe sa më keq, daljen e politikave të birrarive. Misioni ynë është të pastrojmë nga gurët e nga gjëmbat udhët që shpihen në rilindjen mendore të popullit. Vërtetimi të keqes është më i dobishëm nga sundimi i lirë dhe i pafre i Sarremes. Kjo i lartëson njerëzit dhe kombet. Në 1912 ne përfunduam rilindjen kombëtare, por çfarë bëm për rilindjen tonë mendore? Çdo qeveri bazohet te pëlqimi i qytetarëve, madje edhe tiranit. Ministri i re e shëndetësisë me orar part-time shkon 2 javë te puna në Itali. Kur të kthehet nga puna në Itali, ministra Evis Sala pritet justifikohet se shkoi për të marrë platformat e reformimit të shëndetësisë në Shqipëri me synimin për ta bërë mjekësinë lider në Ballkan dhe konkurruese në botë. Ministria nuk është keq financiarisht, pasi përveç pagave të majme në Itali, vazhdon të paguhet 15.000 euro në muaj si drejtuese në Universitetin të Spitalit Amerikan në Tiranë. Nga Thoma Gëllçi botohet opinioni me titull Gazetaria në Tiranë. Nga Bashkim Alibali, Zambaku i Prizrenit dhe Festivali i 11. Në faqen e parë të gazetës Telegraf vijnë titujt e tjerë: Kryeministri Rama: inteligjenca artificiale shtyll themelore e qeverisjes. Përparësia jonë Shqipëria 2030 në Bashkimin Evropian. Vendimi i ri: nga 1 tetori pensionet do të indeksohen me 2.5%. Të qytetit do rriten me 490 lek mesatarisht, të fshatit 296 lek. Seanca plenare, përplasje mes mazhorancës dhe opozitës në parlament. Debati politik zëvendësohet nga përplasje verbale dhe ironizime. Kronik dhe aktualitet. Gjykata e lartë zbardh vendimin. Gjykata kundër krimit organizuar cënoi lirinë e medias. Nuk ka prova kundër Qynos. Gazetari bëri punën e tij. Hoxha: takime në Aruba për kullet në Shqipëri mes karteleve. Zbardhet vrasja e biznesmenit italian në Tepelen. Ja detajet. Krimi ekonomik: si po sabotohen hetimet për skandalin e mbetjeve toksike të Kurum.
Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në gjumë, nga 18 ton me fruta me pesticide, asgjësoi 28 kg. Tenderi 3,6 milion euro për faqet e qeverisë. Akshi, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, fitues pagar. Sport dhe biznes, Armando Duka tërhiqet. Shqiptarët han gol në minutën e fundit. Andrea Petromilo, mos na e prishni pishinën e Vlorës. Është ndërtuar sipas modelit olimpik të Mynihut me 1972-shin. Mozaik dhe aktualitet është rubrika ku veçohen titujt Artur Çobani. Af Elbasani dhe flamurtari kanë rritur interesin e tifozëve. Elidon Demirej, kampionati me shumë të huaj nuk është i fortë, ka pak cilësi. Mjekësi, si të dobësoheni me dietën më të lirë dhe të shpejtë dhe studimi optimist për sëmundjet kardiake. Paolo Veronese, Çamëria, toka e të parëve tanë shqiptar me histori. Baba Velia Gush Nano, figura me merita bektashiane dhe adhetare, janë titujt që vinë në faqen e parë të gazetës Telegraf. Kalojmë tani te gazeta Dita, ngrirja e zgjedhjeve në Tiranë, detaje dhe analizë. Përmes një ankese në gjykatën kushtetuese, Veliaj e konsideron shkarkimin e tij si të papajtueshëm me kushtetutën, një akt që sipas juristëve i fut në ngërç planet e qeverisë për zëvendësimin e tij. Analiza, mos jeni bast kur të bëhen zgjedhjet në Tiranë. Nëse Partia Demokratike e gjen shpejt kandidatin, mund të bëhen që në Vjesht. Nëse nuk e gjejnë, mund të bëhen në Pranverë. Nëse nuk gjejnë fare, mbetet Veliaj nga burgu deri më 2027. Pensionet do të indeksohen me 2,5%. Vendimi nis të zbatohet nga 1 tetori. Pensionet urbane rriten me 490 lek mesatarisht, kurse pensionet rurale plus 296 lek. Vendimi është miratuar nga qeveria dhe u botua ditën e djeshme në fletoren zyrtare. Akuza e rënd pa përgjigje. Karanja, a ka lidhje me 21 janarin blerja një kati të tërë pallati nga Ina Rama? Ish prokurori 21 janarit, duhet parë sepse na rezulton që e ka bler pallatin që në fillim dhe ka bërë sigur e ka bler më prapa. Ka marrë gjithë katin, njoh personin që ka bler, duhet pyetur nga struktura e posaçme antikorrupsion. Si ka përfunduar profesori famshëm italian në qelit e burgut të Fierit. Rrëfimi i bashkëshortes për aksidentin dhe gjendjen e tij, po shkatrohet, nxitoni, reagimet. Në faqen e parë të gazetës Dita vijojnë titujt e tjerë: intervista. A ka ndodhur takimi në Aruba? Gazetari investigativ flet për 2 nga pjesëmarrësit, emrat e përfolur dhe garanti. Sipas gazetarit, përgjimet janë bërë nga belgët, por nuk është folur për drogë. Shënim politik. Pse Tirana ka 25 vjet që nuk voton Partinë Demokratike? Ngjarja e rënd, Tepelen, zbardhet vrasja biznesmenit italian. Mediat, të mirat dhe të këqijat, një portret i plot gjerman për Edi Ramën. Nga sjellja si yll Instagrami, te ndryshimi i imazhit të Shqipërisë dhe korrupsioni i lartë. Vitaminat, barnat me të cilat magnezi na bën dëm. Rubrika e shëndetit, çfarë na ndodh nëse nuk pim ujë mjaftueshëm? Janë titujt që vinë në faqen e parë të gazetës Dita. Gazeta Epoka e Re, që del në Prishtinë, analistët kritikojnë qëndrimet e fundit të Kurtit ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Analistët politik kanë reaguar ashpër ndaj qëndrimeve të fundit të kryeministrit në detyrë Albin Kurti ndaj Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke cilësuar deklaratat e tij kontradiktore dhe të rrezikshme për interesat strategjike të Kosovës. Njohësi i proceseve politike në vend Ismet Kryeziu ka thënë se akuzat e fundit të Kurtit ndaj Shtetet e Bashkuara të Amerikës se gjoja veprimet e saj janë kundër sundimit të ligjit në veri dhe janë kërkesa për kusuritje me Serbinë dhe Rusinë në kurisë të Kosovës, përbën një theqafje politike për vendin. Dhe Visar Ymeri ka theksuar se nuk qenë ka problemi Kurtit ndikimi rus në Serbi, por ndikimi amerikan në Kosovë. A është duke e ditur Kurti se çfarë po flet? Nga Bexhet Shala Bajgora botohet shkrimi Dhunuesit e kushtetueses. Gucati u bën thirrje shqiptarëve që më 17 tetor të bëhen bashkë në Tiranë për çlirimtarët. Hoti paralajmëron krizë sociale dhe ekonomike që nuk është parë që nga 1999.
Vance thot se Shtetet e Bashkuara të Amerikës përshqyrtojnë kërkesën e Ukrainës për raketat Tomahawk. Prokuroria Speciale dhe Policia kryejnë kontroll në Krye Gjakova dhe në shtëpinë e kryeshefit. Malizi dërgon not verbale ambasadës Kosovës për të shtënat në kufi. Ekonomi. Pse po rriten kamatat për kredi? Deficiti më i madh tregtar në histori. Modeli ekonomik i qeverisë po e shkatron vendin. Sport. Albion Hajdari lë Zvicrën për Kosovën. Ademi i uron mirëseardhje, janë tituj që vinë në faqen e parë të gazetës Epoka e Re. Kalojmë tani në disa prej lajmeve në disa prej gazetave online. Fillojmë me Rilinën Demokratike. Pse Rama nuk e mohon takimin e Arubës? Leje për 5 kulla të tjera pranë digës së liçenit. Kush qëndron pas lejes së Ramës? Ashtu me faqen e parë të Rilinës Demokratike në versionin online. Plani i paqes, askush nuk do të detyrohet të largohet nga Gaza. Projekti ndalon luftën. Trump në krye të bordit të paqes për rindërtimin e Gazës. Rama depoziton në parlament ligjin anti-Trump. Gratë Suljote dhe gratë e Ramës, është titulli një komenti në Rilinën Demokratike. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk ndalen. Tjetër mesazh të fortë Ramës, organizata kriminale ndërkombëtare në Shqipëri. Velia i djegë Rama dhe Ballukun, ngrin fushatën e Partisë Socialiste për Tiranën. Takimi në Aruba dhe pastrimi i parave. Çfarë del nga përgjimet? Rama thirret në parlament. Berisha, ka akoma diplomat që mbështesin narkoshtetin, por atyre u themi se dielli me shosh nuk mbulohet. Berisha, Edi Rama u kthye nga Aruba me orë 400.000 euroshe. Dëshmia bashkëpunimit me grupet narkoterroriste. Duhet të mbikëqyrim ne. Regjimi i heq pavarësinë institucioneve të pavarura. Gjekmarkaj, opozita po përjashtohet sistematikisht, po i hiqet e drejta për përfaqësim real në komisione. Dosja Partizani, gjykata nuk lejon mediat. Maltezi, kërkova transparencë, jo pamje për show. Maltezi, Lolot e Soros nuk e kanë vendin në drejtësi, por duhet të përballen me drejtësinë. Velia e çon Ramën në gjykatën kushtetuese janë tituj që vinë në gazetën Rilinën Demokratike në versionin online. Gazeta Tema në versionin online, Zogaj, sfida reale Veliajt është me akuzën dhe në këtë betejë ai rilindos ose vdes politikisht. Anon Leaks, kur drejtësia bëhet viktimë e mashtrimit. Ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës në Tiranë publikon foto zyrtare, kënaqësi të shihnin udhëheqësit tanë të takoheshin. Pse Moldavia është një bekim politik për Shqipërinë në Bashkimin Evropian? Viktor Orban provokon Kievin. Dronë hungarez fluturuan mbi Ukrainë dhe ata nuk janë shtet sovran. I dyshuari për vrasjen e biznesmenit italian, aksioneri një gulore në Vlorë. Familjarët me precedent në fushën e narkotikëve. Xhelal Mziu, ja të kush dyshoj se më ka vënë tritolin. Duhet reagimi fort ndërkombëtar. Mos mendoni se shqiptarët janë debila si ju. Myslim Urizi shpërthen ndaj drejtuesve të Partisë Demokratike. Ju nuk ju besojnë më as qenë të rrugëve. E jo më demokratët, citohet Morizi në gazetën Tema. Agron Shea replikon me flamur nokën. Vërtet mendoni se jeni në gjendje të vini kushte? Donald Trump jep leje Ukrainës, sulmon Rusin në tokën e saj. Departamenti Amerikan i Shtetit përgënjeshtron Kurtin për dialogun strategjik, të pasakta deklarimet e tij. Përpjekje për të ikur çështjeve thelbësore. Të kamufluar dhe vdekje prurës, si dronët rus po i mashtrojnë mbrojtjet ajrore. Milan, Estupinan duhet të paguajë shokët e skuadrës pas kartonit të kuq. Ja pse? Duhet me harxhu më shumë lekë për vota. Ish kandidati i Berishës bën gafën live. Ministri Gjerman i Mbrojtjes, Putini nuk dëshiron as armpushim dhe as paqe me Ukrainën. Rikthimi i Pavkovicit, pushteti në Serbi flet për hero, jo për kriminal lufte. Takimi sekret në Aruba, gazetarja investigative, nuk ka prova për Edi Ramën.
Paradoksi shqiptar të varfër për me kursime rekord në banka. Dhëndri Trump dhe Arabët blejnë Electronic Arts për shifrën maramëndse. Vance, Shtetë Bashkuar të Amerikës përshqyrtoi kërkesën e Ukrainës për raketa Tomahawk me rrezet e gjatë veprimi. Kufizimet nuk e ndalin kredin për blerje banese. Editoriali shkruar nga Mero Bazen ban titullin Zgjedhjet në Tiranë janë në dorë të Partisë Demokratike. Antena brenda familjes, Muli dyshon se Klevesi po pompohet nga Bela për kandidat. ABC News në rubrikën politik veçon titujt Tirana, Partia Socialiste fituese pa diskutueshme. Petro Koçi, Manastirliu kandidatja e duhur, opozita në gjendjen më të keqe të mundshme. Von Horn në zyrën e Spiropalit, të përgatitur për të përballuar sfidat e reja të kohës sonë. Vendimi për shkarkimin e Veliajt në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Shkresa u dorëzua me firmën e Agacit 4 ditë më parë. Berisha, avokat i Veliajt. Kryetari i Partisë Demokratike përshëndet ankimimin e tij në kushtetuese. Investimet e huaja u rritën me 8 milion. Balluku ironizon opozitën. Ju kemi lënë hapësirë të promovoheni, po të kurreni nga zgjedhjet në zgjedhje. Raportimi i institucioneve të pavarura. Debate në konferencën e kryetarëve të grupeve. Pritet seanca e kuvendit. Në rubrikën aktualitet, Tirana, Begaj asnjë pengesë ligjore. Petraj, Presidenti mund të dekretojë zgjedhjet. Nura, Berisha kërkon të fitoj kohë. Lëndë eksplozivi në makinën e kryetarit të njësisë administrative të Fushkrujës. Begaj dhe Spiropali në organizatën e Kombeve të Bashkuara. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kënaqësi që u takuam me Trump dhe Rubio. Shqipëria vend aleat. Aksidenti trafik në rrugën transballkanike. Zgjedhjet në pritje të dekretit. Janë shkrime që vinë në ABC News Albania. Start News është portali që veçon titujt Ekonomia po rritet vetëm nga shteti, pagat, industria dhe bujqësia me rënje, dobët, ndërtimi dhe turizmi. Shqipëria po udhëheq. Rama në konferencë për nanoteknologjinë, guximi për inteligjencën artificiale është përparësia jona. Raporti i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, vendi para një alarmi shëndetësor, rreth 800.000 shqiptarë vuajnë nga hipertensioni, konsumojnë shumë krip. Paga mesatare 830 euro, por gjysmë të punësuarve në vend marrin më pak se 630 euro në muaj. Aktualitet, motoja jonë është UÇK. Lajmërohet protest më 17 tetor në Tiranë. Eduard Merkaj, drejtuesi me ri i Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore. Dallimi mes faturës së fiskalizuar dhe asaj të pafiskalizuar. Tatimet, mesazh për biznesin dhe qytetarët. Pensionet do të indeksohen me 2.5% në tetor. Sa është rritja në lek për çdo kategori? Veliaj kundërshton shkarkimin e gjykatës në gjykatë kushtetuese. Caktohet relatoria e çështjes. Zgjedhjet në Tiranë, presidenca. Nuk kemi njoftim për vakancë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Presim dekretin e Begajt. Ekonomi. Departamenti Amerikan i Shtetit ngre shqetësim për mos respektimin e të drejtave të pronësisë intelektuale në Shqipëri. 4.8 miliardë euro në dyshek. Rritet sasia e parave jashtë bankave. Njerëzit po mbajnë më shumë para kesh. Ekonomia shqiptare rritet me 3.51% në tremëjorin e dytë të vitit 2025. Tirana do të mirëpres më 13 dhe 14 tetor forumin e investimeve. Synohet forcimi i bashkëpunimit ekonomik. Politik, shtyhet seansa gjyqësore në gjykatën kundër krimit organizuar për dosjen Partizani. Ja arsyeja. Shtyhet seansa paraprake në gjykatën kundër krimit organizuar edhe për ish kryebashkiakun Veliaj. Mos mendoni se shqiptarët janë debila si ju. Murizi shpërthen ndaj drejtuesve të Partisë Demokratike. Nuk ju besojnë më as qenë rrugës e jo më demokratët. Takimet e Begajt dhe Spiropalit me Trump dhe Rubio. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, aleatët e NATO-s po punojnë së bashku për të çuar përpara sigurinë. Dokumenti. Deputetja e Partisë Demokratike Ina Zhupa depoziton në kuvend projekt ligjin që ndalon koncencione dhe partneritetin publik-privat në fushën e trashëgimisë kulturore. Konferenca e kryetarëve, opozita, të rrisni këshillin e legjislacionit për shkarkimin e Peleshit, po shkelni rregulloren.
Rama poston video nga stadiumi i ri në Valias, Kamës, me nismën e Rakip Sullit do ndërtohet sipas standardeve. Opinion. Nga Bujar Leskaj botohet shkrimi pse raporti Departamentit Amerikan të Shtetit fundos Raman. Nga Desada Metej, opozitës i duhet një kandidat i fortë dhe politik për Tiranën. Nga Pal Nikoli, demokracia e sëmur dhe iluzioni i drejtësisë. Kultur, nis projekti për shpëtimin e trashëgimisë filmike të Universitetit Politeknik të Tiranës. Arti në zi, ndronjet soprano e Luiza Çako, bashortja e Gaço Çakos, nëna e Piro Çakos. Nga Arben Iliazi botohet shkrimi Fenomeni letrar Angela Costa. Rajoni, sekretare përgjithshme e Partisë Demokratike të Kosovës Vlora Çitaku, deklaratat e Kurtit për Shtetet e Bashkuara të Amerikës të turpshme. Maqedonia e Veriut nis fushatën elektorale, 309 kandidat në garë për zgjedhjet lokale të 19 tetorit. Sot skadon afati, gjykata kushtetuese e Kosovës ka pezulluar të gjitha veprimet dhe vendimet e kuvendit. Liria ka emër, marshim me motora nga Prishtina drejt Hagës. Studentja Klea Metuku në New York e pyet për pezullimin e dialogut Shtetet e Bashkuara të Amerikës Kosovë. Kurti përgjigjet, nuk mund të bëj kompromise me sundimin e ligjit në veri. Nga bota, plan i ri për paqe në Gaza nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës zbardhe 20 pika që do japin fund luftës. Champions League përballje të lehta për pretendentët sot është shkrimi që veçohet në rubrikën sport në Start News. Kalojmë tani tek Gazeta Express që del në Prishtinë. Departamenti i Shtetit demanton Kurtin për dialogun strategjik. Të pasakta deklarimet e tij. Vendimi për pezullim bazohet në veprimet e qeverisë. Komuna e Prizrenit vuan për ujë. Krejt qeverisja ishte fokusuar në një pjesë estetike, flet Artan Abrashi në emisionin Pressing. Obiliqi dikur dhe sot, cila projekte sipas Xhafer Gashit të Lidhjes Demokratike të Kosovës ishin më të rëndësishmet gjatë mandatit të tij. Kryetari Obiliqit flet gjithashtu në emisionin Pressing. Nga 12 tetori, rregullat e reja të hyrjet daljeve në Bashkimin Evropian. Nuk ka më vula në pasaport. Policia e Kosovës del me njoftim. Janë shkrime që vinë në gazetën Express. Gazeta Kosova sot, gjykata kushtetuese mund ta çojë vendin në zgjedhje të jashtëzakonshme. Është titulli i një artikulli që botohet në Kosova sot. Clinton, më shihnin të çmendur kur intervenova në Kosovë. Noteres shqiptari sekuestrohet pasuri prej 3 milion euro. Arrestohet në Tiranë psikiatri nga Kosova, dyshohet për përndjekjen e moderatores. Kurti nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dialogu strategjik u pezullua për shkak të sundimit të ligjit. Në dhomat e specializuara të Kosovës është anulluar seanca e planifikuar. Ahmeti, marrëveshja e Ohrit duhet respektuar. Janë shkrime që vinë në gazetën Kosova sot. Alfa Press, portali i rëndësishëm, sjell shkrimet 230.000 m2 ndërtim ngjitur me digën e liçenit. Armand Lilo nis ndërtimin e 5 kullave në rrugën e kosovarëve. Takim sekret në Aruba me skrimit dhe qeveritarve, Lala u fol për leje ndërtimi, personazh qendror Artur Shehu. Takimi i Arubës nisi për një kull. Alba Kepi tregon bisedën me gazetarin italian që shkroi për mafian shqiptare. A do të kthehet Veliej në bashki? Klodiana Lala, ja çfarë ndodh pas ankimimit në kushtetuese. Flet Xhelal Mziu, ja te kush dyshoj se më ka vënë tritolin. Kur do mbahen zgjedhjet e parakoshme në Tiranë? Presidenca, nuk kemi njoftim për vakancën në bashki. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, presim dekretin e Begajt. Lefter Maliqi kërkon ndryshime në Partinë Demokratike. Drejtuesit e qarqeve të ikin dhe të shohin punën e tyre, të hapin rrugën njerëzve të tjerë. Agron Sheaj, nuk mbështesim asnjë kandidat të Partisë Demokratike, vetëm përfaqësues të përbashkët jashtë partive. Replika mes deputetëve të rinj. Besar Xhaferi përmend burgun. Sara Mila, nuk i diti e jethet e garës se e ke marrë falas. Lufta e hapur. Veliej e kundërshtoi në gjykatën kushtetuese. Rama njofton Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për shkarkimin e tij. Sajmir Koreshi ironizon programin qeverisës. E keni bërë me buzkuq, por me çizme me gisht përpara. Ju do përfundoni si gazi. Zeqine Çavushi flet në parlament, ofenduat programin dhe diellën. Akuza e fortë e Berishës, ka diplomat që mbështesin narkoshtetin.
Berisha flet për regjim, por Partia Demokratike zëmi 90% të kohës mediatike në televizionet kombëtare. Berisha, në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, flitet për një narkoekonomi ku nuk ka asnjë investim të huaj. Çështja Aruba, grupi parlamentar i Partisë Demokratike kërkesë për interpelancë urgjente me kryeministrin Edi Rama, janë tituj që vinë në Alfa Press. Agjencia e lajmeve NOA hidhet në erë makina administratorit të Fushkrujës. Shtëpia e Bardhë prezanton planin për paqe në Gaza. Një grua plagos të shoqin në Korçë. Belinda, djalit të Fariut, pushoti or bukurosh, jemi të bukur si fis, nuk na duhen ndërhyrjet. Batutat mes dy deputetëve, Balluku dhe Balliu. Detaje nga procesi ndaj Shkëlzenit, çfarë vendosi sot gjykata e posaçme. Flet noterja, vazhdoj punën, pasuritë i kam të ligjshme, e kaluara e burrit nuk më prek mua. Janë shkrime që vinë në agjencinë e lajmeve NOA. Agjencia VNA, debate me Skamber Sulçe dhe Gazmend Brashi që solli vrasjen e biznesmenit italian. Zbardhet dinamika e plotë e vrasjes së Edoardo Sarçi. Ekzekutivi i biznesmenit italian në Salari, ja foto e autorit të dyshuar. Nga shkarkimi pa lavdi te kryengritja kushtetuese ndaj Ramës, lëvizja e Velie që i jep një dorë apatisë së Partisë Demokratike. Berisha mban ndezur vetëm akuzat për Arubën. Komisioni hetimor dhe kandidati për Tiranën ende në pritje. Specialët e burgjeve sekuestrojnë celular në qelitë e Drenovës. Dyshohet se e përdorte Laer Taxhiu. Velia e ankimoi në kushtetuese shkarkimin. Zgjidhet gjyqtarja që do shqyrtojë çështjen. Tiranë, sekuestrojnë 18 pasuri me vlerë 3 milion euro të noteres Sanja Telhallari. Shtyje seanca paraprake për dosjen e Veliej dhe 29 të pandeurve. Erion Velia ankimon në kushtetuese vendimin e shkarkimit nga detyra, janë shkrime që vinë në agjencinë e lajmeve VNA. Kalojmë tani tek agjencia Bold News. Edi Rama bëhet trim me të varfrit në veri dhe bën qorrin përballë mafjes së ndërtimit në jug. Departamenti Amerikan i Shtetit, ligji i investimeve strategjike u bë për klientët e qeverisë. AIDA është e korruptuar. Armando Duka tërhiqet nga kullat e ATSH-ja. Projekti i kalon progen të Gens Kuçukut. Rrezikohet diga. Rama e kritikoi për katet pa leje. Armand Lilo nis ndërtimin e 5 kullave të liçeni. Velia i kundër Ramës në kushtetuese. Rebelim me shije pazari, është komendi që vjen në Bold News. Del nga përgjimet në Aruba, Berisha, kulla Mount of Tirana pronë krimit me bekimin e Ramës. Çfarë shihet pas ankimimit të Veliejt, është titulli një artikulli në Bold News. Kalojmë tani te gazeta Koha Jon, zgjedhjet për Tiranën, Agron Shehaj, nuk mbështesim asnjë kandidat të Partisë Demokratike. Kryetari i Gjykatës së Lartë Sokol Sadushi pret homologen nga Hollanda, të nxisim dialogun institucional. Kryeministri Rama, Shqipëria lider në Ballkan për teknologjinë dhe shkencën. Presidenti e Kosovës pritet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me flamurin kombëtar shqiptar. Bemblushi, mos krahasoni Kosovën me Palestinën. Rama, Five Mountains ndalet në Kune, tregon potencialin turistik të Lezhës. Sali Berisha, kulla mali Tiranës nuk është e djalit tim, është e krimit organizuar. Brazili lëshon urdhër arrest për biznesmenin Ervin Mata, janë tituj që vinë në gazetën Koha Jon. Koha që del në Prishtinë, sjell dhe shkrimet, Ministria e Brendshme formoi komisione për shqyrtim të ofertave, edhe pse një kompani i kishte premtuar kontratë. Nga Brikenda Rexhepi botohet opinioni me titull Kontrasti që po e shtyn gazetarin drejt një krize të dyfisht. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dera e hapur për rifillimin e bashkëpunimit, kërkojnë hapa konkret nga Kurti. Zgjedhjet lokale, debati për Ferizajn, kandidat për Obiliqin shpalosin programet. Partisë serbe ankohen për presion nga lista serbe, një rast denoncohet edhe në polici. Me protest në Prishtinë do të kërkohet lirimi i ish policis Spahiu nga paraburgimi në Serbi. Ka bota, Trumpi në konferencë me Netanyahu. Marrëveshja e paqes është më shumë se afër, janë tituj që vinë në gazetën Koha. Gazeta Liberale hidhet në erë Range Rover i administratorit të Fushkrujës.
Shërbime që ndryshojnë jetë, historia një nënë dhe 3 fëmijëve të saj me probleme shëndetësore në Elbasan. Bordi i paqes për Gazën, Trump zbardh planin, pjesë Tony Blair dhe lider të tjerë në botë. Trump pas bisedime me Netanyahu, jemi shumë afër arritjes së paqes. Tetori do të jetë muaj me shi, valet të ftohtit siberian pritet të godas rajonin dhe Shqipërinë, kur pritet të mbri. Gruaja plagosëron bashkëshortin pas sherrit, e godet me hekur në kokë. Shifra e ditës, 2.5% indeksimi i pensioneve në tetor, sa do të jetë rritja për pensionistët e fshatit dhe të qytetit. Janë shkrime që vinë në gazetën Liberale. Nga gazeta Bulevard kemi veçuar shkrimin ekonomia shqiptare mbahet në këmbë nga administrata, arsimi dhe shëndetësia. Instat bën të ditur se produkti brendshëm bruto në terma real në trimestrin e dytë të vitit 2025 vlerësohet me rritje 3.51%. Mbahet në këmbë nga rritja e pagave në administratën publike, ndërsa sektorët kryesorë që gjenerojnë rritje reale dhe punësim janë në rënje ose në stagnacion, në një sinjal që ekonomia ndodhet në udhkryq. Durrës lajm si shkrime dita kombëtare e trashëgimisë, ekspozit me pulla dhe kartolina tek torra veneciane. Artisti Olsen Gripshi hap ekspozitën Kujtesa e lëkurës në Itali. Durrës ikin 2 drejtorët e parë në bashki, shpallen konkurset për zgjedhjen e drejtuesve të rinj. Kalojmë tani disa lajme sportive përmes gazetës Panorama Sport në rubrikën e saj lajmet e fundit, parashikime surprizë për superioren. Ekspertët e statistikave zbulojnë renditjen e fundit dramatik dhe garën për titull. Tirana e rrezikuar. Te Dinamo nuk është gjithçka e qetë. Polemika në distancë mes Dajës dhe klubit. Shënoi përsëri gol në serin B. Steven Shpendi kërkoi falje që e festova, por kisha familjen në tribun. Shtohen problemet për Shqipërinë para Serbisë. Zbulimi i fundit i Silvinjos la fushën me probleme fizike. Ekskluzive, kapiteni Elbasanit Lulej, objektivi ynë është titulli, janë në shkrime që vinë në Panorama Sport. Kalojmë tani tek gazeta Labëria, e cila ka mbritur ditën e sotme në studion ton, në faqen e saj të parë, e veçon titujt Saranda, bukuria që ma gjeps turistët. Saranda ishte qytet ku heshtja dhe buzëqeshja bashkjetonin. Nga Albert Zholi botohet reportazhi Progonati, vendi biblilejve të shquar. Nga Mustafa Koçeri, miq të rinj gjen kudo, por të vjetrit mos i haro. Nga Ilir Çumani, dikur Saranda fliste me heshtjen. Një meteor në qiellin e Labërisë, një libër kushtuar poetit Avni Varfi. Nga Alberta Baze botohet shkrimi Nderim dhe reflektim në 105 vjetorin e luftës kombëtare të Vlorës. Nga Bujar Leskaj, një meteor në qiellin e Labërisë, janë shkrime titujt që vinë në faqen e parë të gazetës Labëria. Kundër të tjera veçohen dhe titujt nga Agim Qiraku, fshati Vajz nuk është thjesht pikë gjeografike. Nga Ahmet Demaj, populli të do kur ti jetën ja kushton atij. Polifonia djemtë e Delvinës, Margaritar në Labëri, shkruan Zao Golemi në faqet e gazetës Labëria. Dhe kemi si e kështu informacion më të fundit përmes faqeve të para të gazetave dhe disa portaleve online. Dhe tani si gjithmonë në ftoj në numrin ton të telefonit 045 620 601 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këmbvështrimin qytetar. Për më parë do ftoj regjin do transmetoj një blog informacionesh të tjera dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.